pse ishte i dhunshëm kur kryen seks? Shiko tani, po, jo i dhunshëm, po kjo duhet që të komunikojë femra dhe mashkull, duhet të orientojë njëri tjetrin. Marrëdhënia seksuale është universitet më vete, nuk është hajde kryej punë. Jo, duhet të komunikojë çifti. Unë kam patur turp, edhe bile kam dhe tani një tabut. Shkruaj gjithmonë për këto. Janë shumë gjëra, kam shkruar gjithmonë. Po pse dyshoj ai tek fëmia? Tek djali? Se zakonisht thashë e themi të njerëzve janë të tmerrshme. Dhe xhelozia bënte të vetën. Edhe e tmeruan, ato e tmeruan, s'kisha më gjë, s'kisha. Pse të Po pse se paleçari thoshin. Çfarë thonin? Nuk e di fare. Dhe ne kemi patur vetëm shere, dhe mua nuk më interesonte kjo gjë. Në çastin që unë jam mirë, jam okej, as më nije për njërin vot fare. Le të thonë çfarë. Ai shkoi dhe i tha babait që unë dyshoj që... Jo, ka ardhur babai në Tiranë dhe ka qenë me atyre bonim kështu në llotari. Vinim nga rroga 1000 lekë, edhe mblidhshim, ishim 12 gra, edhe njëra e merrte. Mua më ra e para. Mua më ra e para. Edhe vetë ble unë i batanie me këto lekë. Dhe shkoj në shtëpi. Dhe kur hap derën dhe kishte ardhur babai me gjithë në nusën e nipit vet, kishin një problem ata në spital. Edhe u bë një sher i madh tani që pse unë kisha marr batanien pa e pyetur këtë. Mi po sheri llafi nxirrte edhe fjala nxirrte fjalën, edhe i thot babit, hajde ti thot që ai se ka fëmijën me mua. A stopi tha babi. Nëse ke probleme ti ke fare ti. Jo i me bi. Fjalët e mençurat babait. Edhe kjo fjalë ka qenë që unë ndava. Vetëm për të fjalë. Edhe nuk fal asë njëri. Një njëri që më prek nga morali nuk e fal. Në moral nuk të fal. Ai ka qenë për të bërë pornografi. I të mërshëm. Ai ka qenë nga meshkujt, kujt unë, nuk e di, i të mërshëm. Më thënë që janë, se kam njojtur meshkuj, ai ka qenë të mërë. Kur nuk do të thëshën ai, sikur të ishte, mos kishte më mashkull kur në botë. Po pse? Ishte një seks i dhunshëm. Ishte i pa pranueshëm për dy organizmat tanë. Ishte sadist? S'ka punë kjo, nuk kanë, duhet të rinë ndonjëherë ti shkruaj këto gjëra, ti shkruaj. Po kur nuk është ai, nuk mundem dot që të them vetëm anën time. Po mirë, ti më thua anën tënde. Jo, po duhet shikohen në këtë pjesë, se duhet njerëzit, çifti duhet të komunikojë. Ishte ai sadist? Po, nuk ishte sadist, po bëhesh. Edhe di si them ndonjëherë, më pas ka dashur shumë, se po të ishte ti njëri duhet më kishte vrarë. Po të dhunonte? Po, një pjesë dhune quhet edhe ajo, kur ke dhimbje, njeriu bën seks që të kënaqet, nuk bën që të vuaj. Të bëj një pyetje tjetër me që ti je kaq liberale. Jam liberale. Ke kaluar ti ndonjëherë në orgazm? Gjithmonë. Sa kam qenë me burrin jo, vonë jam ndjek grua. Mbas burrit tim, me burrin jo kur. Me burrin ishte, kujtonja se të gjitha femrat vuajnë. Shumë vonë jam bërë grua. Që kam ndjerë, gjën më të mrekullueshme që jep Zoti. Që më vështron ashtu, por si një skifaj, që zogjet e veja ndë këte trajme. Kush e ka fajin që një grua nuk ndjet grua? Gruaja i ka fajt. Pse? Gruaja duhet flase. Ti prap mendon që ti nuk e folur me betimin? Po, unë i kam fajt. Pra ti mendon që po t'ja kishe thënë atij? Po, edhe të pushtonte mendjen time. Të pushtonte, ta lejoja të më pushtonte mendjen time. Se mendja është dashuria, nuk është trupi. Nga këte fillon. Ai se pushtoi kur mendjen tënde, por ama 2 fëmijë ti dha. 2 fëmijë dhe është gjë më e bukur në botë. Atëre kjo është plotësi. Ku ti ngjajnë ata, ty apo betimin? I madhi më ngjan mua, i vogli ngjan atij. Ai ai ngjan nga terra, nga terra. Ja ke thënë ti akuzën që ai pastaj është bërë pishmane. Unë po them u mblodhen njerëzit se janë bërë 2 gjyqe mërti. S'kam grua për të ndarë, thosej. Imagjino që njerëzit u hapën ambasadat, u bën gjërat, pse s'mund të kisha ikur, unë jam kundër emigracionit. Nuk më pëlqen. Ai vazhdoi jetën e tij? Çfarë e vdiq pse? Çfarë vazhdoi? Kur vdiqej? Po
Ka një 20 vjetë që ka vdekur, do më thënë në vitin 2005. 2004. Pra nuk u martuan pasi u nda me ty. Jo. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.